kanë qenë qeverit këqija për vendin. Një qeveri ka investu më shumë në ekonomi, një qeveri ka arrit më shumë njohje, një qeveri ka bërë disa lëshime të caktuara. Kjo ka qenë qeveria më e mrapsht që mund të imagjinohet për një shtet. Në kohën kur të gjitha çështjet i ka pasur në vijë, dhe ne mund t'i shohim një nga një çështjet e tyre. Unë kam biseduar disa herë nëpër studie televizive. Merr në ekonominë vendore, të them. Brenda, po nisim prej fushës në cilën unë jam brenda provizionit. 7 miliardë është deficiti tregtar i vendit. Është dyfishim krahasu kur e kanë marrë në fillim. Për me kuptuar qytetarët më thjesht, çka nuk kupton kjo? Nuk kupton që në ekonominë vendore nuk është duke u prodhuar asgjë. Krejt çka po ham, e pim, e veshim, e çka po përdorim, jemi duke e ble dyfish më shumë nga jashtë se sa që kemi ble më përpara. Krejt investimet kapitale, të autostradave, të rrugëve, të objekte të ndryshme publike, krejt kanë me të përgjysmë. Kur nuk ka pas në kaluamën kaq shumë të nder një burimor se sa që ka tash. Janë anulu projektet energjetike dhe në 2026 ne kemi ende probleme me furnizim me energji elektrike se refuzohet, anulohet projekti i Kosovës së Re dhe paguajmë 26 milion, rreth 26 milion dëm shpërblim, edhe refuzohet projekti i gazit. Në politikën e jashtme, ka 2-3 vjet që kemi qenë të izoluar komplet si vend. Ka 10 ligje që janë shpallë jo kushtetuese nga gjykata kushtetuese. Dhe në vend që këta zonë mend, këta dalin e kundërshtojnë gjykatën kushtetuese, i tregojnë gjykatës kushtetuese se si të veprojnë. Edhe kështu është në gjitha reforma në drejtësi që është promovuar atëherë në 2021 më të madhe, ka dështu totalisht. Unë ju bëja një pyetje drejt për drejt. Leon, prandaj vendit i duhet këtë situatë që jemi, me këtë rezultat zgjedhor që kemi, një opozit e fuqishme, një LDK e organizuar fuqishëm. Që i bie që në asnjë rrethon nuk do të ketë vot për Vjosa Osmanin si presidente, për Albin Kurtin si kryeministër. Po si mund të ketë vot për këta njerëz? Këta tash e kanë fituar, kanë votat mjaftueshëm për të bërë qeveri. Nuk i duhet asnjë parti tjetër, dhe në pres që sapo të certifikohen zgjedhjet për çështje ditësh, mos vonohemi fare, bën institucione të reja, të bëhet qeveria, që të miratohet buxheti dhe disa vendime të ngushtme që duhet. Nëse ju ofrohet vetëvendosje për bashkëqeverisje si LDK? Ne kemi punë të shtëpisë tani. Kemi punë tona si LDK. Ne duhet ta riorganizojmë LDK sepse kemi dështu në 5 vitet e fundit. Mirë, këtë mund ta bëni duke qenë pjesë e qeverisë ose duke qenë në opozitë? Më lejon vetëm i përfundu deri në fund fjalin time, sepse kemi dështu në 5 vitet e fundit për t'i dalë ballë një qeverisje të mrapsht sikur që është kjo. Dhe për fatin e keq të Kosovës e kanë marrë prapë mbështetjen. Ky është verdikti i qytetarëve, ne do ta respektojmë. Tash kemi punë të shtëpisë tonë. Ne duhet ta riorganizojmë fuqishëm LDK-n, deri në masën që nuk do të pajtohemi me reagimet të Facebook-ut siç ka vepruar deri tash LDK-ja. Ka shi rritjes së çmimeve ose rritjes së mjaftuar me reagimet të Facebook-ut. Po në shumë raste po, të drejtën. Është bë opozitarizëm. Si do ta bëni ju ndryshe opozitarizëm? Të gjitha veprimet kushtetuese dhe demokratike për të kundërshtuar keq qeverisjen dhe dëmet që i bën shtetit. Përfshirë edhe protestat në rrugë. Para se gjithash protestat. Para se gjithash protestat. Nuk mundet gjithë Kosova me qenë në terë në dimrin e vitit 2025-26 dhe këta mos me marrë asnjë përgjegjësi. Nuk munden këta tash zëreja me diskutu rritin dyshifrore të energjisë. Që i bie edhe njerë nuk ka hapësinë që diskutohet për ndonjë bashkëpunim me Albin Kurtin dhe lëvizjen vetëvendosje ose vot për president për një kandidat tyre. Unë po besoj që jam shumë i qartë. Ne duhet ta riorganizojmë LDK-n për të dalë ballë kësaj qeverisje. Dhe ne duhet duke qenë në opozitë, se ka thjesht. Absolutisht. Nuk bashkë ballë. Absolutisht. Këta i kanë më votat për qeverinë. Nuk duhet diskutohet ajo çështje. Me verdiktin qytetar që kemi marrë, ne duhet që ndrojmë në pozitë, duhet ta riorganizojmë partinë tonë dhe të bëhemi alternativa kryesore dhe ta bëjmë bashkë edhe spektrin tjetër politik. Se ajo është që mua më intereson. Ne si LDK duhet t'i prim spektrit politik të djathtë në Kosovë, duke ndërtu, si më thon, bashkëpunim dhe koalicione edhe me media, me biznese, me shoqëri civile, me sindikata, me PDK-AK, duke bashkëpunuar ngushtë
me PDK-n e me AK-n edhe me partit e tjera për t'i pri një opozite të fuqishme e cila në kohën sa më të shkurt i largon këta njerëz nga pushtet. A ishte gabim që SPAK-u nuk u tentua gjatë 9 muajve që të krijohet një qeveri nga opozita? Qëndrimi jonë atëherë në bazë rezultatit zgjedhor që kemi marrë në shkurt, ishte që ne duhet të qëndrojmë në opozitë. Të e dim, por nga kjo perspektivë kohore, a ka qenë i drejtë, a ka qenë gabim? Në këtë këndërshtim ne mund të shkojmë prej 2006 se prej 2000 se këndej, çfarë do të kishim bërë, duke parë nga tash çfarë do të kishim bërë. Po i bishnoni i përgjigjes zoti Hoti. Jo, nuk po i është konkrete. A ka mundur të veprojnë ndryshe LDK-ja që do të mund të kishim një qeveri të opozitës, e cila ndoshta do të sillte edhe rezultat tjetër, pyetje legjitime.